Bashkimi Evropian është një organizatë politike dhe ekonomike që bashkon 27 shtetet e Europës me qëllim nxitjen e paqes, stabilitetit, zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit ndërmjet vendeve anëtare. Shqipëria aspiron të bëhet pjesë e këtij unioni që prej vitit 2009, kur aplikoi për anëtarësim dhe aktualisht ndodhet në procesin e negociatave për integrim, duke u përpjekur të përmbush reformat dhe standardet që kërkon Bashkimi Evropian. Prej vitesh, Shqipëria ka ndjekur një rrugë të gjatë dhe sfiduese drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Mes reformave, pritshmërive dhe pengesave, qytetarët shqiptar ende ruajnë shpresën për një të ardhme europiane. Por, cilat janë realisht sfidat që na ndajnë nga Brukseli dhe çfarë duhet të ndryshojë? Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një nga qëllimet strategjike më të rëndësishme të shtetit shqiptar pas viteve 90. Ëndra europiane nuk është vetëm një aspirat politike, por një projekt gjithëpërfshirës për transformimin e shoqërisë, forcimin e demokracisë dhe garantimin e shtetit të së drejtës. Integrimi dhe sfidat e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian kanë ecur paralel gjatë këtyre 35 viteve, por çfarë është në vetvete BE-ja, si funksionon ajo? BE-ja është një institucion ndërqeveritar, i cili shpesh karakterizohet me përkufizimi si institucion sui generis, pra një institucion i cili nuk ngjan me institucionet e tjera ose strukturat e tjera të ndërqeveritare, siç janë Këshilli i Evropës ose BE-ja, Kombet e Bashkuara, për shumë struktura të tilla të ngjashme, për shkak se Bashkimi Evropian u krijuar me një filozofi disi të ndryshme, që pas luftës së dytë botërore, Europa kishte dalë nga dy luftra njëra pas tjetrës, pa mundësinë që paqja mund të mbizotronte vetëm përfal bashkëpunimit midis vendeve kryesore të Europës. Dhe për këtë arsye vetë plani Monnet, nga francezi i famshëm Jean Monnet, i cili hodhi bazat e Bashkimit Evropian, bëri të mundur që ajo që nisi si Komuniteti Ekonomik Evropian nga traktati i 57-s të zhvillohesh më tej drejt asaj që do të njihesh më pas si Bashkimi Evropian me traktatin e Maastrichtit pas rënies së Murit të Berlinit. Dhe në gjithë këtë histori gati 80 vjeçare që ka përshkruar Bashkimi Evropian, ai është institucion filozofia së cilit mbështetet tek bashkëpunimi, ndërveprimi, solidariteti komunitar dhe veçanërisht tek standardet dhe vlerat europiane që lidhen me demokracinë, ekonominë sociale të tregut dhe respektimin e drejtave të njerëzit. Shqipëria po bën gati një rrugtim 35 vjeçar në marrëdhënie me Bashkimin Evropian, nëse do të nisemi që prej 17 maj të vitit 92, kur Shqipëria nënshkroi marrëveshjen e parë me Komunitetin Ekonomik Evropian, pra marrëveshja e bashkëpunimit ekonomik, i cili më pas erdhi duke u zgjeruar vazhdimisht ky nivel bashkëpunimi, derisa me procesin e stabilizimit e asociimit pas përfundimit të luftave në ish Jugosllavi në vitin 2000 dhe më pas Shqipëria në vitin 2009, mbasi kishte nënshkruar edhe marrëveshjen e stabilizimit e asociimit, për herë të parë paraqiti kërkesën për të bërë vend antar në Bashkimin Evropian. Dhe nga viti 2009, që është si thua momenti i parë zyrtar ku Shqipëria shpreh interesin për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian, dhe deri në 15 tetor të vitit 2024, kur u hapën për herë të parë dhe zyrtarisht dhe teknikisht negociatat me Bashkimin Evropian, Shqipëria ka përshkruar edhe një 15 vjeçar tjetër të mbushur me plot sfida, qoftë me krizat e brendshme politike, me sfida të karakterit ekonomik dhe rajonale kështu me radhë. Por tashmë jemi në momentin që Shqipëria, falë edhe metodologjisë së re së zgjerimit të Bashkimit Evropian, ka hapur grup kapitullin e parë, siç i quhet themeloret, dhe ka nisur, si thuash, rrugtimin për të qenë vend antar me të drejtat plota i Bashkimit Evropian. Fatmirësisht, edhe për shkak të situatës gjeopolitike tashmë në vetë Bashkimin Evropian, edhe mbas konfliktit Rusi-Ukrainë, Bashkimi Evropian e ka rikthyer vëmendjen dhe interesin për të zgjeruar në pjesën juglindore të Europës dhe ka bërë të ditur objektivin e saj politik që brenda 2027-s të mbyll negociatat me Shqipërinë dhe Malizi dhe brenda 2030-s të ketë ratifikuar traktatet e antarësimit me të dyja këto vende dhe Bashkimi Evropian nga një vend me 27 antar të jetë në 2030 një vend me 29 antar, ndoshta edhe më shumë, po të paktën këto të dy janë vendet për cilët Bashkimi Evropian ka shprehur objektivin e tij politik në strategjinë e zgjerimit. Shqipëria për hir të vërtetës ka një rrugë të vështirë përpara, sepse shpejtësia
bashkë me cilësinë janë shpesh dy elementë që jo gjithmonë pajtohen me njëri tjetrin, po do t'i duhet që të shumëfishoj kapacitetet, energjinë, cilësinë, shpejtësia tashmë dihet, pra brenda 2 viteve ai duhet të mbylli rreth 35 kapituj. Natyrisht në këtë rast duhet marrim parasysh dhe vullnetin e Bashkimit Evropian. Besoj që Bashkimi Evropian nëse do të përmbahet këtij objektivi strategjik që ka përcaktuar, ndoshta do të ndjekë edhe një rrugë tjetër për sa i përket mënyrës se si të përputhë shpejtësinë me cilësinë. Arjan Dyrmishi është drejtori ekzekutiv i Qendrës për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Gjithashtu, ai është hulumtues i politikave europiane. Tregon çfarë rëndësie ka hapja e negociatave për Shqipërinë edhe plotësimi i kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Deri në 2027 parashikohet që Shqipëria të ketë realizuar përgatitjen teknike të procesit, që do të thotë që vendi teknikisht është i gatshëm për të hyrë në procesin politik, sepse pa u plotësuar procesi teknik nuk hyhet në procesin politik. Pra është e gabuar që të flitet për procese politike përpara se sa të plotësohen kriteret teknike të vendit. Dhe pastaj vim te pyetja që bëret për sa i përket kapitujve, sepse për të plotësuar kriteret teknike, Bashkimi Evropian i ka ndarë në 34 kapituj. Janë 34 kapituj të cilat negociohen të akive komunitare, të cilat me metodologjinë e re të Komisionit të miratuar në vitin 2020, këto 34 kapitujt janë grumbulluar në 6 grup kapituj. Dhe nga këta 6 grup kapituj, grup kapitulli i parë, i cili përmban 5 kapituj dhe 3 kriteret themelore të Bashkimit Evropian, është ai që do hapet i pari, cilin Shqipëria tashme ka hapur, me hapjen vitin e kaluar të negociatave në tetor për të plotësuar kërkesat në nivel teknik, pra për të realizuar gatishmërinë teknike. Gjithashtu është hapur dhe grup kapitulli i 6 që quhet. Ka 2 kapituj, kurse grup kapitulli i parë ka 6. Pastaj grup kapitulli i 2, i 3, i 4, i 5, i 2 faktikisht ka më shumë kapituj. Më i vështirë, ashtu siç e ka parashikuar edhe vetë Komisioni Evropian, po edhe më thelbësori është grup kapitulli i parë, sepse grup kapitulli i parë është hapur i pari, po do të mbyllet i fundit. Tash arsyeja pse është sfiduese grup kapitulli i parë është për 2 arsye. Sepse grup kapitulli i parë, siç thash, lidhet me gjithë grupet kapitujve të tjerë dhe është një lloj sigurese, sepse çfarë mund të ndodhi gjatë procesit, mundet që vendi të plotësojë, pra të jetë i aftë për të realizuar, për të zbatuar akit e komunitare të grup kapitullit të 6, por në procese sipër mundet që të bjerë, pra mundet që të bjerë niveli përgatitjes, pra të bëjmë mbrapa vendi. Atëherë grup kapitulli i parë është si punë sigurese, si punë çelësi, që ta bëjë që vendi të mos antarësohet, po t'i kthehet përsëri atyre të cilat i kanë mbyllur një herë. Pra kjo është ideja pse grup kapitulli i parë, dhe tjetra është i vështirë sepse ka të bëjë me mirëqeverisjen, shtetin e të drejtës, antikorrupsionin, luftën kundër krimit të organizuar, prokurimet publike, kontrollin financiar publik, statistikat, të cilat për të plotësuar vetë si grup kapitull këto janë të vështira sepse kanë të bëjnë horizontalisht me të gjitha institucionet e qeverisjes, gjyqësorin, legjislativin, ekzekutivin, po kështu dhe qeverisjen qendrore dhe qeverisjen lokale. Kështu që në një farë mënyrë grup kapitulli i parë është ai që përmban kapitujt të cilat kanë sfidën në vetvete më të madhe, por nga ana tjetër janë edhe ka përgjegjësi më të madhe sepse janë garancia përmes së cilit garantohet që edhe kapitujt e tjerë vendi të vazhdojë ta ruajë angazhimin dhe të mos të bëjmë mbrapa nga vetkënaqësia apo arsye të tjera. Integrimi evropian i Shqipërisë mbetet një rrugë e nevojshme, por jo e lehtë. Ai kërkon vullnet të qëndrueshëm politik, përfshirje të shoqërisë civile, ndëshkim real të korrupsionit dhe krijimin e një administrate publike profesionale dhe të depolitizuar. Vetëm atëherë mund të bëhet realitet ëndra e një Shqipërie europiane, jo vetëm në status, por në vlera dhe në mënyrën se si funksionon shteti dhe shoqëria. Qeveria është njëri nga segmentet që ta keni dhe publiku dhe juve ta keni të qartë. Pra, antarësimi në Bashkimin Evropian është i gjithë vendi që shkon. Qeveria është ekzekutivi
Dhe ekzekutivi ka përgjegjësinë e vetë të dy fish. E para, sepse ekzekutivi është institucioni ose si thua segmenti i qeverisjes së vendit, i shtetit, i cili është ka rolin e koordinuesit të proceseve. Pastaj, për sa i përket roleve konkrete, janë të përfshirë të gjithë, gjyqësori, legislativi, të gjithë kanë detyra për të realizuar. Qeveria thjesht i koordinon, sepse këto janë segmente të pavarura të qeverisjes, dhe pavarura të qeverisjes, dhe qeveria në këtë rast është ajo që duhet që të luajë ndoshta deri diku edhe rolin e facilituesit dhe lehtësuesit, në mënyrë të tillë që të gjitha këto elemente kontradiktore që shpesh në shoqërinë tonë ekzistojnë të arrijnë të tekalohen në mënyrë sa më të lehtë dhe pa kontradikta, si thua, vonesa e tjerë. Natyrisht, informimi i opinionit publik përsa i përket BE-s, institucione të tjera, është një proces që edhe në vetë brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, qofse do marrim masën e gjerë të individëve që janë, nuk është në ato nivele që duhet dhe Bashkimi Evropian vazhdimisht ndërton, jo më larg se para disa vitesh ai ndërtoi atë që quhet dialogu për Europën, pra që ndërtoi një platformë komunikimi me gjithë popullsinë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë që ata të shprehin çfarë mendojnë për Europën, si e kuptojnë Europën, në këtë rast Bashkimin Evropian, e kështu me radhë. Ndërsa përsa përket opinionit publik në Shqipëri, shpesh informacioni për Bashkimin Evropian lëviz vetëm në nivele ekspertësh apo gazetarësh, por nuk zbret në shtresat të caktuara të shoqërisë që gjykoj është mjaft të domosdoshme, thjesht për të kuptuar si funksionon, sepse një pjesë e shqiptarëve tashmë e din pak a shumë si funksionon Bashkimi Evropian, sepse ne kemi gati 1 milion shqiptarë që jetojnë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por për atë pjesë të popullsisë që jeton, ka vazhdon të jetojë dhe të punojë në Shqipëri, tashmë duhet të përballet me një informacion tjetër. Pra se si Shqipëria, nëse në këto 5 vjet do të bëhet anëtar me drejta të plota të Bashkimit Evropian, çfarë të ndryshojë në shumë aspekte që lidhen me ekonominë, zhvillimin social, në marrëdhëniet e Shqipërisë me vendeve të tjera, në lëvizjen e madhe të popullsisë, se nëse bëhesh vend anëtar i Bashkimit Evropian, natyrisht fluksi i lëvizjes do të jetë krejt tjetër nga ai që kemi aktualisht. Procesi i integrimit është një proces teknik, politik dhe shoqëror që kërkon përmbushjen e standardeve europiane në fusha të ndryshme si sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, liria e medias, reforma në administratë dhe të drejtat e njeriut. Cilat janë kushtet që Shqipëria duhet të përmbush dhe pengesat që duhet të kalojë në rrugën e saj drejt antarësimit në BE, po ku ndryshon antarësimi nga integrimi? Procesi i antarësimit do të thoja është ai që quhet procesi teknik formal, pra që Shqipëria përkundrejt negociatave me Bashkimin Evropian përmbush disa detyrime, standarde, të cilat vlerësohen dhe në përputhje me përmbushjen e tyre merret një vendim nga vendet anëtare në mënyrë që Shqipëria të jetë vend anëtar me drejta plota në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, procesi i integrimit është një proces që zgjat pas antarësimit, sepse nënkupton faktin që Shqipëria bëhet pjesë e shumë politikave komunitare, duke futur lëvizjen në zonën e lirë Schengen, në monedhën e përbashkët euro, në shumë element të tjerë që vazhdojnë, dhe jo rastësisht procesi i integrimit të një vend në Bashkimin Evropian përkufizohet si europianizim, pra një proces transformimi që fillon me negociatat, vazhdon me antarësimin dhe pastaj ecuria deri në integrimin e plot është një proces i cili një farë kuptimi nuk ndalon asnjëherë. Por jap vetëm një element që mund të ketë interes dhe për ata që na dëgjojnë, vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që janë shumë prej tyre, tashmë për një pjesë prej tyre ata çdo vit bëhet një raport që lidhet me raportin e sundimit të ligjit. Pra Bashkimi Evropian dhe për vendet e saj anëtare ka futur tashmë matjen e mënyrës se si po zbatohet ligji, si po sundon ligji në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në pamjet parë duket si diçka e pazakontë, por kjo tregon që procesi nuk përmbyllet asnjëherë, sepse dinamikat, zhvillimi shoqëror, zhvillimi ekonomik edhe në vetë Bashkimin Evropian ka sfidat e tij. Mos harrojmë që bota po përballet prej gati shumë vitesh me ato që quhen pasojat e globalizmit ekonomik, të cilat përveç përfitimeve kanë sjellë dhe probleme të caktuara. Jemi përballë një revolucioni të madh teknologjik
që po ndodh sot në fushën e teknologjive informacionit, teknologjive që lidhen me robotët humanoid, me inteligjencën artificiale, shumë aspekte të natyre që tregon që çdo shoqëri, edhe vetë shoqëria europiane, duhet të jetë gjithmonë në përshtatje dhe në zhvillim të vazhdueshëm. Shpesh herë flitet edhe për fondet e Bashkimit Evropian që Shqipëria arriti t'i përthithë dot apo jo. Cila do ishte mënyra më transparente që qeveria t'i bote për Bashkimin Evropian që të përthithë më shumë fonde? Sasia e fondeve ka të bëjë në radhë parë me fondet që Bashkimi Evropian parashikon për të dhënë, të cilat janë të programuara në bazë të programit IPA që quhet, që është programi për përgatitjen për hyrjen, pra antarësimin në BE, pra BE-ja në mënyrë që të e ka politikën e saj të jashtme që të zgjerohet, pra që të bëj vendet e reja antare, por që vendet e reja të antare të arrijnë të plotësojnë këto kërkesa, siç e theksova dhe më sipër, duhet që vendit ka nevojë dhe për mbështetje financiare dhe teknike, dhe BE-ja ofron vetë financa të tilla përmes disa programeve. Dy kryesorët janë programi pra ky që thash IPA dhe plani i rritjes që quhet, i cili është miratuar rreth 6 miliard euro, që është miratuar tashmë nga vitin e kaluar nga Komisioni, dhe është miratuar edhe nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli. Dhe Shqipëria aty do marri fonde proporcionale, sepse ka disa programe plani i rritjes, disa fusha, cilat një nga ato janë edhe bashkëpunimi rajonal dhe elementet caktuar që kanë të bëjnë me infrastrukturën, për shembull të quhet konektiviteti, ndërlidhja midis vendeve, sepse do duhet që Shqipëria nga duke u bërë vend antar do duhet që të ndërlidhet me sistemet e BE-s, që po themi energjetike, rrugore, telekomunikative etj. Dhe këto fonde shpeshherë mund t'i marrë direkt ose indirekt, pra mundet që fondet t'i jepen Malit Zi për i rrugë që do lidhi Malin e Zi me Shqipërinë për shembull. Pra në këtë rast nuk është çështja, nuk mund ta masim drejt për së drejti vetëm me sasinë e fondeve që i jepen Shqipërisë, por duhet parë i gjithë zbatimi i programit. Për pjesën e vetë që Shqipëria ka rol, për ato që i jepen drejt për së drejti fonde Shqipërisë, sigurisht që ato janë thash në proporcion me dy elemente, me popullsinë dhe GDP-n, pra nuk mundet që Shqipëria të marrë atë më shumë se sa Serbia, që është një vend më i madh dhe ka popullsi më të madhe, ka GDP më të madhe. Por tjetër është që ka disa fonde, disa pjesë të fondit të planit të rritjes, të cilat janë konkurruese, që do të duhet të aplikosh aty, pra ata thonë, pra shpallin disa programe dhe do duhet që vendi të aplikojë dhe do të jetë kapacitete për t'i përthithur ato fonde. Pra, kjo është mënyra se si aksesohen, pra se si arrihet për të marrë këto fonde, por që duhet theksuar që në të rësi suksesi i planit të rritjes, po edhe të IPA-ve, se edhe IPA, pra programi IPA ka elemente cilat janë ndërkufitare, ka të bëjë pikërisht me ndërveprueshmërinë, sepse Ballkani Perëndimor vazhdon që të ketë probleme konfliktuale, të ketë probleme të ndërlidhjes me veten, dhe ideja e Bashkimit Evropian që ka qenë kryesisht që kurse u themelua mbas luftës botërore për të krijuar një kontekst paqeje, Ballkani Perëndimor vazhdon të ngelet pjesa më konfliktuale dhe si thua ndërveprimi dhe fuqizimi ekonomik shihet në radhë të parë si një mënyrë edhe për të ulur konfliktet, dhe prandaj dhe ndërveprueshmëria ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor është një kriter i rëndësishëm, dhe ky është edhe një nga qëllimet kryesore të planit të rritjes, por dhe të politikave tjera të cilat Bashkimi Evropian i mbështet, përfshirë dhe luftën kundër krimit organizuar, përfshirë dhe luftën kundër korrupsionit, po edhe politika e jashtme, për shembull, që është grup kapitulli i 6 që e diskutuam pak më herët, i cili presupozon edhe fqinjësinë e mirë dhe këto marrëdhëniet që kanë të bëjnë me vendet e tjera. Bashkimi Evropian ofron për Shqipërinë dy kategori fondesh. Një janë fondet e para antarësimit, ose si quhet instrumenti IPA, i cili vepron që për vitin 2007 dhe tashmë jemi në atë që quhet niveli 3, pra IPA për vitin 2021-2027, dhe këto janë fonde të dedikuara për vendet kandidate. Nga ana tjetër, Shqipëria që për vitin 2005 ka nënshkruar dhe ratifikuar një ligj në Parlamentin shqiptar që bën të mundur pjesëmarrjen e Shqipërisë me të drejtat plota në programet komunitare. Janë programe
në fushat të ndryshme, si drejtësia, kërkimi shkencor, rinia, arsimi, çështjet sociale, biznesi, ku Shqipëria megjithëse nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, mund të marrë pjesë si vend me të drejtat plota, dhe të gjithë grupet e interesit, institucionet, bota akademike, organizatat jo qeveritare mund të aplikojnë dhe mund të përthithin fonde në Bashkimin Evropian, por kuptohet këto janë grante konkurruese. Pra, ti do të shkosh me idenë, sa më e mirë tjetë ideja, sa më i fuqishëm tjetë rjeti që ke krijuar në mënyrë që impakti i këtij projekti të shtrihet në një nivel sa më të gjerë, aq më të lehtë mund ta kesh për të përfituar fonde. Natyrisht Shqipëria për disa programe ka pasur ecuri shumë mirë, siç kanë qenë për shembull programi Erasmus apo programet që lidhen me kulturën apo dhe me kërkimin shkencor vitet e fundit, ndërkohë që për një pjesë programesh tjetër ende duhet të bëj shumë punë të rrisë kapacitetet e saj të brendshme në mënyrë që të përthith sa më shumë fonde për kundrejt fqinjve të saj të rajonit, që është Serbia, Maqedonia apo Malizia. Ju prej vitesh tashmë jeni një ekspert për sa i përket dhe keni ndjek çështjen e Bashkimit Evropian. Si e shikoni këtë stacion të Shqipërisë këtë moment për të hyrë në Bashkimin Evropian? Jeni optimist? Ky është një moment i rëndësishëm për arsye sepse vetë Bashkimi Evropian ka pasur disa vite, ndoshta 2 dekada, po themi që mbas vitit 2004, kur një herazi hyrën 10 vende të reja u bën antarë të Bashkimit Evropian. Vendet tradicionale të Bashkimit Evropian e patën pak problem integrimin, sepse bëj fjalë vende ish komuniste, cilat edhe pse ishin të zhvilluar ekonomikisht kishin probleme qeverisë dhe krijoi një lloj situash hezitimi që përpara se sa ti absorbonte, pra kjo lindi teoria e absorbimit, që ti absorbonte këto vende, 10 vende të reja që hyrën, Polonia, Hungaria, Çekia, Slovakia, vendet balltike, Rumania, Hungaria, Rumania dhe Bullgaria, i duhej që të ecë më ngadalë procesi. Pra, ky është pjesa politike që shpeshherë diskutojmë. Tani ka një moment të ri ku ky lloj pengese nga ana e Bashkimit Evropian, ky lloj hezitimi ka rënë. Pra, nuk është se ka më hezitim për këtë aspekt. Kështu që ky është një moment i cili nuk duhet humbur dhe që mundet që nëse Shqipëria nuk i plotëson, pra ky është afati i 2027, pra nëse Shqipëria, si thua, nuk i plotëson kushtet ashtu siç është angazhuar, pra përgatitjen për zbatuar akin, siç tham, deri në atë kohë shpresojmë, por mundet që të ndryshojë interesi geopolitik apo vullnetet e ndryshme politike në Bashkimin Evropian dhe prandaj edhe ky është një moment, si thua, i rëndësishëm dhe kritik dhe duhet të jetë një moment shumë mobilizues për vendin për të arritur, si thua, këtë objektiv i cili është prej vitesh tashmë antarësimi në BE, që kurse ka rënë komunizmi në Shqipëri ka qenë objektivi kryesor, por që ka zgjatur më shumë, sepse ashtu siç duket nga vlerësimi i raportit progresit të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka akoma probleme dhe kur ka probleme sot, sigurisht që para 20 vjetësh që ka pasur më të shumta. Pra, përveç dëshirës, shkallën e përgatitjes ka jetur pra ka një mospërputhje midis dëshirës dhe përgatitjes. Tash duhet që kjo mospërputhje të ngushtohet, pra përgatitja të shkojë në përputhje me dëshirën. Ju jeni optimist? Unë them që është e mundshme që vendi nëse mobilizohet, sepse çështja është që, siç e thash, vendi antarësohet i gjithë, nuk është çështje qeverie vetëm, dhe kjo duhet seksuar vazhdimisht nga media. Qeveria thjesht ka rol, por nuk është qeveria që antarëson vendin. Dhe do një mobilizim, për aq të rol, për aq sa qeveria shifet se ka një rol më të madh, mobilizimi presupon edhe një presion më të madh nga segmentet e tjera të shoqërisë që qeveria të kryej më mirë ato procese për cilat ka përgjegjësi, përfshirë për shembull dhe luftën kundër korrupsionit. Ky qeveria thash ka rol, po rolin më të madh e kanë dhe segmentet e tjera të shoqërisë, po duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë rol që kanë dhe ta ushtrojnë. Kjo është një, siç thuhet shpesh, një pyetje $1 milion, pra në qoftë se do nisemi nga aq tregues që ka Bashkimi Evropian, rruga që duket përpara është shumë e gjatë dhe shumë e vështirë. Por natyrisht rrugët shkurtohen falë vullnetit dhe dëshirës për të kapërcyer dhe për të ecur me shumë më shpejt se sa mund të jetë ritmi normal. Dhe shpesh ka vende që e kanë përjetuar këtë proces,
janë mobilizuar në nivel institucional, pra jo thjesht vetëm në nivel qeveritar, sepse integrimi nuk është një proces ku integrohet vetëm qeveria, integrohet ose antarësohet e gjithë shoqëria shqiptare në të gjitha sektorët, në arsim, në ekonomi, në siguri, në drejtësi e kështu me radhë. Kështu që besoj në qofse energjia ekziston dhe vullneti për të ecur shpejt, por pa u penguar dhe pa u rrëzuar është i gjithanshëm, besoj që është një objektiv i realizueshëm. Rruga drejt Bashkimit Evropian nuk është thjesht një qëllim politik, por një domosdoshmëri për të ndërtuar një shtet funksional, të drejtë dhe të zhvilluar. Rruga është e vështirë, por e mundur nëse angazhohemi të gjithë.